Del fotoja e rrallë e Parashevi Simakut Nuse. Një fotografi e rrallë nga arkivi ka rikthyer vëmendjen tek një nga figurat më ikonike të muzikës shqiptare. Në këtë imazh, Parashevi Simaku shfaqet si Nuse, elegante dhe plot hijeshi, larg skenës, por me të njëjtin shkëlqim që e karakterizonte edhe në kulmin e karrierës së saj artistike. Me një fustan të bardhë klasik, të punuar me dantel dhe një vello të lehtë, këngëtarja duket rrezatuese dhe natyrale. Flokët e stiluar me finesë dhe buzëqeshja e qetë japin fotos një ndjesi intime dhe nostalgjike, duke treguar një Parashevi që publiku rrallë ka parë gruan për te ikonës së skenës. Pas vendosjes së saj në Shtetet e Bashkuara, Parashevia u martua me shtetasin amerikan Robert Mclure. Larg dritave të skenës dhe zhurmës mediatike shqiptare, ajo zgjodhi një jetë private, duke u përqendruar te familja. Nga kjo martesë lindi edhe djali i tyre, Luke, i cili ka qenë shpesh arsyeja pse këngëtarja preferoi të qëndrojë larg vëmendjes publike për shumë vite. Edhe pse prej kohësh jashtë skenës aktive, Parashevi Simaku mbetet një figurë që emocionon dhe ngjall interes. Fotografitë e rralla dhe personale tregojnë një tjetër dimension të jetës së saj, duke rikujtuar se pas zërit legjendar dhe hiteve të pavdekshme, fshihet një histori gruaje, dashurie dhe familjeje. Ky imazh surprizon, emocionon dhe rikthe nostalgjin për një emër që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në muzikën shqiptare. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.